Në Prishtinë, autoritetet bën thirrje për hulumtimin e shpejtë të varrezës masive të zbuluar në qytetin e Rashkës në Serbinë jugperëndimore. Dje prokuroria serbe për krimet e luftës bëri të ditur se në varrezë besohet jenë trupat e rreth 250 shqiptarëve të Kosovës të vrarë gjatë luftës së viteve 1998-99. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Përfaqësuesit e delegacionit të Prishtinës për bisedime me Beogradin për çështjen e personave të zhdukur bën thirrje sot për hulumtimin e shpejtë të vendvarrezës së dyshuar në qytetin e Rashkës në Serbinë jugperëndimore. Ata i bën këto komente pas njoftimit të autoriteteve serbe se kanë zbuluar një varrezë masive ku besohet se mund të jenë trupat e 250 shqiptarëve të vrarë gjatë luftës së viteve 1998-1999 në Kosovë. Njoftimi për këtë zbulim u bë ditur nga prokuroria serbe për krimet të luftës. Prokurori Vladimir Vukčević tha se vendvarreza ndodhet në qytetin e Rashkës në jugperëndim të Serbisë, jo fort larg kufirit me Kosovën. Zbulimi sipas tij është bërë në bashkëpunim me misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë. Dyshimet mbi të njëjtin vend ishin hedhur kohë më parë dhe nga përfaqësuesit e delegacionit të Prishtinës për bisedime me palën serbe për çështjen e personave të zhdukur. Shefi i Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur, Preng Gjetaj, tha se delegacioni i Prishtinës do të kërkojë hapjen sa më të shpejtë të vendvarrezës së dyshuar, ku mund të kenë më shumë trupa se sa thuhet aktualisht. Ai tha se zbulimi i djeshëm dëshmon se adresa e zgjidhjes së çështjes së personave të zhdukur është Beogradi. Nuk dyshojmë se Beogradi dhe institucionet serbe kanë ditë për këtë që nga fillimi dhe pikërisht përputhet me atë që ata mendojnë dhe vazhdojnë në strategjinë edhe ti valorizojnë në kuptimin politika për ndonjë interes dhe shumë e arsyeshme është kërkesa edhe institucioneve dhe familjarëve dhe qytetarëve që të bëhet trysni sa më e madhe në palën e Beogradit për të ndriçuar fatin e personave të pagjetur. Ministri i Punëve të Jashtme Skënder Hyseni tha ndërkohë sot se institucionet e Kosovës do të vazhdojnë trysnim mbi Beogradin për të zbuluar vendodhjen e trupave të personave të zhdukur. Kjo çështje, tha ministri Hyseni, do të duhet të ishte ndër temat e para të bisedimeve të mundshme ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Një veprim kriminal, gjenocidal, që është bërë nën sponsorimin, që është sponsorizuar nga autoritetet shtetërore të Serbisë gjatë luftës së fundit në Kosovë, atë mos dihet për vendodhjen e këtyre varrezave masive. Ne insistojmë që Beogradit mos e përdor çështjen e të pagjeturve si një mjet lufte diplomatike kundër Kosovës dhe kjo të vehet ekskluzivisht në rrafshin humanitar dhe qihet si një çështje humanitare. Edhe 11 vjet pas përfundimit të luftës në Kosovë mbetet i panjohur fati i 1862 personave, pjesa më e madhe të cilëve janë shqiptar. Kosova doli nga lufta me mbi 10.000 të vrarë dhe mbi 5.000 të zhdukur. Një pjesë e madhe trupave u gjetën në varreza masive në Serbi ku ishin dërguar nga forcat serbe në përpjekje për të fshehur gjurmët e mizorive të tyre. Varreza më e madhe është zbuluar në vitin 2001 në Batajnica afër Beogradit, ku në terrenet e stërvitjeve të forcave të posaçme serbe u gjetën trupat e 800 shqiptarëve të Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.